Çka është suneti? Suneti është pasimi, ndjekja apo praktikimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në fjalë, në vepra, në aprovime, urdhëresa dhe ndalesa. E kështu me radhë. Sunet quhet tradita profetike dhe gjithçka çka ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri tek ne. Tradita profetike, vëllezër, është pjesë e shpallës hyjnore. Nuk është diçka që ka fol apo ka urdhnu pejgamberi alayhi salatu wasalam nga hamendja e tij apo çefi i tij. Nuk është diçka që mendja e njeriu të ka bërë. Është pjesë e shpallës hyjnore, sikurse Kurani që është shpallë hyjnore. Çka thot Allahu? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Thot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai nuk flet sipas çefit vet. Pejgamberi sallallahu nuk flet sipas çefit vet. Por ajo çka e thot ai është vetëm shpallje hyjnore që vjen atij. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, vërtet mua më është dhënë libri dhe diçka e ngjashme me të. Çka është suneti? Më është dhënë libri dhe diçka e ngjashme me të, që është fjala për sunetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Kjo do të thotë se pasimi apo suneti pejgamberit alayhis salam janë pjesë e shpallës hyjnore dhe janë prej diturisë, urtësisë së Allahut madhërisëm që ia dha pejgamberit alayhi salatu wasalam.